Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me lajmin e radhës. Këtë herë do të ndalojmë tek një lajm që na ka tronditur të gjithëve. Natën e mbrëmshme ka ndodhur një aksident nga një personazh e njohur, në fakt është bashkëshortja e një tiktokerit të famshëm në rrjetet sociale, në TikTok, bashkëshortja e Kozakut. Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e djeshme ku është e përfshirë Denisa Braçi, bashkëshortja e tiktokerit të njohur shqiptar me emrin Kozak. Në fotografinë që ju e shikoni, në fakt, Denisa shihet teksa po transportohet me një barel drejt ambulancës, ndërsa ekipet mjekësore ndërhyn menjëherë për t'i ofruar ndihmën e parë në vend të ngjarje. Tani, aksidenti ka qenë i dyfisht automobilistik, është regjistruar në datën 12 dhjetor në kryqëzimin e Shënkollit, ku dy automjetet u përplasën me njëra tjetrën. Nga ngjarja ka marrë lëndime Denisa Bajrami, e njohur në rrjetet sociale si bashkëshortja e Kozak Braçit. Dyshohet se një automjet tip Benz e ka goditur nga pas makinën ku ajo në fakt po udhëtonte. Në rrjetet sociale, Kozak Braçi ka publikuar një video ku shpreh i pakënaqur me shërbimin e marrë në spitalin e Lezhës dhe ka ngjitur akuza ndaj stafit mjekësor. Ai thot se bashkëshortja ndodhet në gjendje tepër të rënduar dhe pretendon se mjekët kanë përfituar para për të minimizuar vlerësimin e gjendjes së saj shëndetësore, thot Kozaku për bashkëshorten e tij. Kozaku ndjet tepër i tensionuar, ndjet tepër i rënduar nga kjo gjë që ka ndodhur, por nga informacionet që ne kemi, Denisa është në gjendjen shumë të mirë shëndetësore dhe po kalon këtë traumë, le ta themi, apo këtë krizë që ajo ka përjetuar në moment pasi që ka ndodhur ngjarja e aksidentit. Kozaku ndjet shumë në agresion në fakt me shërbimet mjekësore që janë dhënë në spitalin e Lezhës, sipas tij nuk është bërë puna në mënyrë të duhur dhe nuk meritojnë në fakt që të qëndrojnë në atë pozicion, por sjellin videon dhe reagimin e Kozakut. Kam karaj hall sot që mos i rafsha Hasmit, edhe kur nuk e du me pa këtë lloj sprove në jetë. Më kanë përplas gruan bashkë me fëmin që lind për i muj, janë spital të Lezhës. Normal shkova atje u ziva u bona se depresion o dhe ankse, stresi pa mos në raft. Po tani aksident mund t'i nodhi çdo kujt se nuk është njëri që do me bë aksident, a kupton? Se dhe unë mund të bëj aksident nesër, është gjë që nodh pa dashi. Po e ka me këta doktorat e spitalit Lezhës, që kanë marrë lek me manipulu letrat, për mos me i bos ka gjë. Gruaja ime është me barrel, është në spital në gjendje të rëndë bashkë me fëmin. E kanë shkuar atje, kanë thënë s'kan gjë, janë t'u i bëj letrat, kështu që ku t'i gjonë që kanë pagu, janë lidhje me siguracionet e me këto. Në gjoni këtu e doktor t'i që ke pa, nane motër, deri në fund ka me ndjekat. E nuk ke met, ato lek që ke marrë nuk i hati. A marrë vesh, në djerstime. Do t'a marrë Denisë, do t'ja bëjmë letrat tu në Tiranë tani. Po në gjo doktor, kur s'ke...